Krusha e madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Zhdukjet me dhunë, rrëmbimet, djegjet dhe hedhja e kufomave në lumë e forma të tjera çnjerëzore të dëmtimit të zhdukjes kufomave janë dëshmi të qarta të këtij projekti gjenocidal. Masakra e Krushës së Madhe nuk është vetëm një krim i tmerrshëm i para 26 vitesh. Është e përditshmja jonë, është e sotshmja jonë, sepse dhimbja vazhdon edhe sot, njësoj sikurse para 26 vitesh. Ajo është një betejë e hapur për drejtësi. Prandaj nuk mund të lejojmë që gjaku i atyre që ishin të pafajshëm të mbetet pa zë e që sakrifica e tyre të harrohet. Ne nuk duhet të heshtim, ne nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht, sepse drejtësia për Krushën e Madhe është drejtësi për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë tonë, për heronjtë e UÇK-s dhe për martirët e lirisë. Krusha e Madhe nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qëndresës. Masakra në Krushë të Madhe ishte pjesë e aktakuzës për krime lufte kundër kasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Përkundër kësaj drejtësia ende nuk ka vepruar dhe kryerësit nuk janë dënuar. Është evidente që policët dhe ushtarët e Serbisë kanë pasur urrëtie të mëdha dhe plan të qartë për të kryer krimet ku brenga e tyre më e madhe ka qenë zhdukja e kufomave. Pra zhdukja e gjurmëve të krimit. Zhdukjet me dhunë, rrëmbimet, djegjet dhe hedhja e kufomave në lumë e forma të tjera çnjerëzore të dëmtimit të zhdukjes kufomave janë dëshmi të qarta të këtij projekti gjenocidal. Vrasjet masive, djegjet e kufomave dhe zhdukja e trupave të të vrarëve janë dëshmi të një veprimi të organizuar dhe të zbatuar me shumë kujdes nga Serbia kriminale, duke djegur e zhdukur gjurmët e këtij krimi makabër. Për të ndërprer këtë cikël të dhunës e gjakderdhjeve, u desh një mobilizim i përgjithshëm e banorët e kësaj ane u përgjigjën siç duhet.